kulmi i asaj që le ta quajmë ndërhyrje, e cila nuk shkon në përputhje me ato objektiv që ka një shoqëri për të zhvilluar si shoqëri demokratike, ndryshimet që janë bërë në kushtetutë në 2008. Ato ndryshime të cilat pas kësaja, dhe këtu flasim për ndryshime që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, sepse kujtoj që në 2008 nuk ndryshuan vetëm dispozitat dhe mënyra e trajtimit të probleme të ndryshme në kushtetutë, jo vetëm për zgjedhjet, por edhe për të tjerat. Ndryshimet që u bën në kushtetutë dhe pastaj zbatimi i këtyre ndryshimeve në reformat zgjedhore të radhës, në hartimin e kodit zgjedhor dhe pastaj në reformat zgjedhore të radhës, kanë treguar për mua deri sot se karakteri bipartizan i proceseve reformuese të kodit zgjedhor është problematik në kuptimin e produktit që ai sjell. Bipartizan i realizuar si i tillë duke përjashtuar të tjerat forcat politike, por shumë më tepër se kaq duke përjashtuar pjesën tjetër jo politike të shoqërisë tonë, na ka sjellë në atë që ne deri sot nuk kemi arritur që të realizojmë procese zgjedhore të cilat të mund të kenë patur produkte të mirë vlerësuara dhe që kanë mirë funksionuar në kuptimin e asaj se si duhet funksionohet dhe çfarë duhet sjellë demokracia përfaqësuese.